Temi në studiu të nderuar shikues dhe do flasim në minutat në vazhdim se çfarë ndryshimesh mund të sjellë numërimi total i votave tek partitë politike, por gjithashtu edhe cilët janë skenaret e mundshëm për krijim të institucioneve të vendit. Këto dhe të tjera i diskutojmë bashkë me të ftuarit tanë, Nexhmedin Smahiu, profesor, përshëndetje dhe mirëseardhjet. Se gjitha. Siddharta Nimani, profesor, përshëndetje dhe mirëseardhjet. Faleminderit për ftesën. Zoti Smahiu, po e nis me ju dhe me që dje një farforme pati lëvizje të numrave tek partitë politike, sa i përket ulseve të cilat ata i kanë fituar në kuvendin e Kosovës, a presni që këto lëvizje të ndodhin edhe në ditët në vazhdim? Sepse një farforme vetëvendosja ja mori një karrike PDK-s, ndërsa po numërohen votat e diasporës. Le ta falenderoj Artonin për librin që apo i ka dalë për shtypi, feja paras, profesori ekonomisë dhe faleminderit për librin. Shiko, e ka qenë e pritshme që me votat e diasporës të ndryshojë rezultati, duke nisur nga tradita që vetëvendosja gjithmonë ka marrë më shumë vota nga votat e diasporës dhe duke pasur parasysh numrin e vogël të daljes këtu në Kosovë dhe numrin më të madh të votave nga diaspora këtë herë se sa radhët e kaluara, atëherë ka qenë e pritshme që pikërisht trendi rritjes mbizotroi tek BV-ja. Tani janë 52 deputet, ka shumë gjatë që deri në fund të numërimit ta marrë edhe deputetin e 53 nga PDK-ja nëse ruhet ky trend. Nëse ndryshon trendi, atëherë mund me qëndru me 52, për ndryshim me votat me kusht, ato nuk mund me ndryshu rezultatin për shkakun që... Janë më të pakta në numër? Jo, janë më të pakta dhe jo reflektojnë përqindjen që ka qenë këtu në Kosovë, që do më thonë aty paka shumë vetëvendosje mund të merë do më thonë 45-6% nëse 42%. Pra ata mund të jenë të shpërndara tek gjitha partitë politike, jo të mos ato nuk mundën me ndryshu, do më thonë këtë përqindjen e partive. Tash çfarë mundson to me 52 deputet, vetëvendosja mund ta bëjë qeverinë e vetme, sepse janë 8 deputet e minoriteteve jo serbe, pa Adem Hoxhën dhe pa Duda Balin, plus Rashiqi bëjnë 9, 52 plus 9 bëjnë 61, kështu që vendosin në mënyrë komote Albin Kurtin për ta bërë qeverinë e vetëm dhe për ta negociuar vetëm pozitën e presidentit. Dhe ajo çfarë unë i këshilloj, domethënë që mos me humb shumë kohë, që do duhet që tani delte para dhe thoshte të i thotë që leti propozoj PDK-ja 2 kandidat, LDK-ja 2 kandidat, në qotë nga radhët e veta, qotë nga radhët e shoqërisë civile, kush do po mdoj, unë do të shikoj më cilin konvenon më shumë. Nëse më konvenon më shumë ndonjë për kandidatëve të LDK-s, atëherë bëjmë marrëveshjen me LDK-n, ja jap në shkrimin e LDK-s për të 2 kandidatët, kuptohet, dhe e votoj atë që është më i përshtatshëm për mua. Nëse është e kundërta tek PDK-ja, e bëjmë marrëveshjen me PDK-n. Profesor, më detajisht sigurisht do të diskutojmë këtë pjesë edhe pakës më vonë, pasi të analizojmë edhe listat edhe numrimin e deritanishëm. Zoti Nimani, a presni lëvizje edhe të mëtejshme, pra ditët në vijim kur pritet të përfundojë në total edhe procesi i numrimit në favor, pra ndryshimin në favor të vetëvendosjes, përfituar edhe mbase ndonjë mandat tjetër? Aktualisht, ku po flasim janë edhe 16.800 vota, sa po më duket të panumëruara nga votat me post, dhe nëse shkon trendi një që mbi 70% pro lëvizjes e vendosje, do të thotë lëvizja e vendosje mund të merë edhe rreth 12.000 vota të reja, të cilat vota të reja do të atakojnë këtë rast direkt kandidatin e 19 të Lidhjes Demokratike të Kosovës, jo të PDK-s, për shkak të përqindjet e numrave të cilat i kanë, sepse PDK-ja dhe Aleonca kanë
kanë humbur nga... Po, nëse metet nga votat e diasporës, gjithmonë PDK-ja po fiton dy fish ma shumë se PDK-ja thone? Se PDK-ja, edhe kjo mund të ndryshojnë... Dallimi shumë i vogël, rreth 2500 vota, që ja vetëm i vendosin në tabel, është dallimi nuk është as si madh. 5.000 pra tek PDK-ja dhe mbi 7.000, afër 8.000 tek Liga Kur i kemi 12.000, pavarësisht mbi 12.200 vota pritet i merr lëvizjeve vendosin në bazë të këtij trendi statistikisht, atëherë unë mendoj që do të rrezikoj edhe një mandat të Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse Aleanca është mirë të shku me votat e diasporës në raport me vetveten, pra, kështu që unë pres që në fund, shpresoj që të mos ndodh, por që besoj që ka rrezik që edhe një mandat ta humbë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe kështu që të mbetet në kuotën e 18 mandateve. Por si do që t'jetë, kemi edhe votat me kusht dhe votat me persona me nevoja të veçanta që tha dhe zoti Spajo Kjarë, që është edhe ju është njëta konfiguracion dhe nuk ka kalon 20% të votave të vendore, kështu që mbetet të shifet, por edhe ky rezultat i cili është rezultat që mendoj që do të jep mundësinë zotit Kurti që të jetë me gjenerozë, se mund të thuhet, në raport me zgjidhjen e problemeve për bartësit e institucioneve, a do t'jeti i gatshëm, apo nuk do t'jetë, sa të ndëgjova i deklaratë të titha që nga moment si certifikuar rezultatet, unë do të bisedoj për presidentin, por njëkohësisht kam dëgjuar edhe 2 deklaratat të partive politike më të mëdha shqiptare që kanë thonë që duhet të diskutohet për komplet konfiguracionin e qeverisjes, për 3 pozicionet, jo vetëm për presidentin. Në rast se zoti Kurti vazhdon me avazën e vjetër të diskutoj të krijoj qeveri dhe pastaj të diskutoj për presidentin, unë e shoh prapë që mund të sjellë sërish një lloj krize fillimin e tetorit në zgjedhje të tjera. Regjia, lutem të shkojmë edhe tek votat e diasporës, por në përfaqësi diplomatike, për të parë trendin edhe këtu, me që tek përfaqësi diplomatike ka përfunduar në total numri votave dhe pikërisht pra i kemi totalisht të numëruara votat nga KQZ-ja dhe këtu tek përfaqësi diplomatike zotri Spahiu prin vetëvendosje e dyta është PDK-ja. A mund të jetë mbase që ndryshme ajo që tha profesori që një mandat të merret LDK-s nga vetëvendosje nga numërimi tjetër i votat, me që PDK-ja prin si e dyta tek përfaqësi diplomatike. Nëse merr dhe vendos shifrat në dëhand, në formulën e hëndit, është LDK-ja ajo që është të rrezikuar aktualisht. Aktualisht, si do të ndrojmë se janë 16.000 vota. Kështu llogaritë. Janë 16.000 vota në pyetje. Kërkoj falje zoti Spajo. Po profesor. Kjo ka përfundu, do më thonë tashmon nuk... Pikërisht, por trendi mbase i rënditjes partive politike? Nuk u krytash, është veç në trendin e intereson aty ku nuk janë llogarit votat, do më thonë, këtë rast tek votat me posta dhe votat me kusht. Na po presim që trendi votave me kusht me qenë nevojat, po, veçanta me qenë edhe me kusht, njësoj si që ka qenë edhe në votimet vendore, kurse ndërsa trendi në votimet me post, si që ka qenë deri me tani. Dhe problemi është që duhet llogaritur aktualisht, nëse vetëvendosja arrin me marrë deputetin e 53, momentalisht ja kishë marrë LDK-s, por nëse vazhdon me pas, do më thonë, Lidhja Demokratike me pas ma shumë vota se sa PDK-ja, edhe në këto votat e mbetura, atëherë... I rrezikohet ulësja PDK-s? I rrezikohet ulësja PDK-s. Unë sa llogaritë, do më thonë, kjo do të me marrë lëvizje vetëvendosje dikun edhe 500 vota ma shumë se PDK-ja, gjatë tyre numërimit, për me marrë deputetin PDK-s, ndërsa LDK-s... Në loj janë për shkak se janë mbi 16.000 vota të panumëruara, pa votat me kusht dhe me nevojat veçanta, mbi 16.000 vota të panumëruara, dhe në rast se shkon në trendin mbi 71%, siç është aktualisht, atëherë pra lëvizje vetëvendosje pritet të jenë mbi 12.000, saktësisht 12.120 vota shtesë. Dhe 12.000 vota shtesë në këtë situatë mund të nërrojnë një pozicion. Pra, ka mundësi që një deputet me lëviz tash, cila është më afër votat e panumëruara nuk e dim, për shifit që LDK po performon më mirë me votat që vinë me post nga Partia Demokratike. Është interesant që Aleanca edhe këtu është stabile me votat e veta,
Jo, veç që tash, dhe më thonë, LDK-ja, pas ka kalu këto rëzikun, dhe më thonë, veç që ka ma, dhe më thonë, e ka ma të sigurt mandatën e 19, se sa PDK-ja mandatën e 22. Koeficienti këtu është 6.961, ndërsa për PDK-n ke është një diferencë dhe aktualisht Pse thash këto, profesor, është sepse të votat vendore, PDK-ja performon më mirë se sa LDK-ja. Dhe ajo mund të bënë qëtë dalimin, por unë do doja që ta humbë VV-ja dhe një mandat, por që nuk në ndodhë, do doja që me ta humbë një mandat ke ma shumë pak demokraci, ma tepër demokraci, por që përshive që nuk mund të ndodhë humbja një mandatit nga vetëvendosja, por mund të rrezikohen ndonjëra nga këto dy partit dyta dhe treta. Dhe tani, afërsisht një farforme kemi qartë edhe se si do duket kuvandi i Kosovës, me emrat e kandidatëve për deputet, të cilat tashmë vetë se dihet edhe nga KQZ-ja se janë zgjedhur. Ju lutem regjia të shkojmë tek lëvizja vetëvendosje, pra tek kandidatët cilët kanë siguruar ulse në kuvendin e Kosovës, dhe Spahiu, çfarë ndryshimesh një farforme i sheni në vetëvendosje, megjithse pjesa dërmuese e tyre janë emra të njëjtë, cilët dihet se kishin siguruar një fitore të brendshme edhe në 28 dhjetorin e vitit të kaluar. Kemi disa ndryshime, është i 16 në radhë Hoxha Osman Musliu, që mbas është një emër i ri edhe për kuvendin edhe politik. Osman Musliu nuk është Fatës Geci, është ky Konoshevci edhe nuk është kush ka qenë dikush që në dëmon. Në fakt janë disa emra, edhe Enver Dugolli që ka qenë pjesë e legislaturës kaluar, nuk është kësaj radhe, Vigan Qërolli, por në base një pjesë e tyre pritet edhe Fjolla Ojkoni që ka qenë, dhe më thënë, vazhdimisht deputete për disa mandate, por ajo me gjas futet masi që, dhe më thënë, edhe Fatës Geci pas ka shansë më fut, dhe më thënë, Dhe, profesor, çka besoni se i ka penalizuar këta emra që të njëjtit të mos zgjidhen deputet? Sidomos te këta që kanë qenë në legjislaturën e kaluar. Njerëzit mendojnë që kur shkojnë i marrin votat, mendojnë që çata të njëjtit kanë më dhënë votat prap. Nuk e dinë që duhet më shku prap njerëzve më lyp votën sërish, edhe fushata që kanë bërë sigurisht që ka bo që me zbet, ose me fort, dikush ka mendu që ajtë se tash e kam të sigurt edhe në fakt ka dalë që nuk është ashtu, dikush në angazhu ma shumë, se sa herën e parë, edhe kështu që kemi këtë rezultat. Natyrisht, Hoxha Osman Musliu e s'ka pas nevoj me bo fort fushat se e ka pas reputacionin, do më thonë nga kalura, si personalitet e tjerë, kështu që kjo dhe i ka sjell në gjithë këtë numër të votash. Në 34.637 vota që është pa. Nuk është një numër i lartë dhe i 16 në rënditje. Ashtë më tepër të këmorës që në komunën e vetë, dhe më thonë, aty në Drenas du të këtë marrë shumë pak vota, për shkak se vetëvendosja të performon dopt. Po bjen kjo që u bo vetëvendosja për Hoxhë? Po, matjo, kom për Hoxhë, po me gjithat vetëvendosja njihet si partia atestëve, po mdej, pak ten, jo shumica e antarëve, jo shumica e këtyne simpatizantëve sigurisht që nuk janë, por shumica e kryesisë vetëvendosjes dihet që janë atestë. Që kjo në një mënyrë marrja futja në liste e Hoxhës e ka zbutat farë që më thonë paragjykimi edhe ka bo që mu perceptu ma normal edhe pe votusve. Që ka pas shumë rëndësi. Të lezohet si kur vetëvendosja është e hapur për gjitha besimet, për gjithë kategoritë e njerëzve. Edhe pas e marrja e PSHDK-s, më thonë ka qenë një gjë që lumë, edhe pse Zefi këtu nuk ka rritu mu bë deputet. Duket po që është më poshtë në listë. Ama me gjithat, ka aty 2-3.000 vota, po më thonë që ja ka sjellë vetëvendosjes, edhe ato nuk kanë pas. Tradicionalisht 4.800 vota dhe 5.000 ka PSHDK-ja.
Po, tash... Po vlasë në zjedhë lokale. Po, tash nuk dihet se sa ka mujtë me votë, por sigurisht një 3-4.000 vote ja ka një plus për vendosjen, thoni. Profesor, si e shihni ju deri më tash rënditjen e emrave brenda lëvizjes vetëvendosje, veç mas tek ata që kanë mbetur jashtë listës? Nuk ka shumë rëndësi. Edhe këtu është, domethënë që kanë Farrush Xhepi, që është profesor, përndoj në kësaj medrese, i 67-ti, domethënë herën e kaluar ka qenë deputet. 12.000 vota. Tash ka ngel jashtë parlamentit, si duket është angazhuar më pak, ka thënë. Edhe mendoj që një njeri i tillë i është dashur të parlamentit patjetër. Po, profesor. Unë mendoj që këtu nuk ka shumë rëndësi emri i përveshëm, sepse fatkeqësisht 90% të tyre kanë problem me emrin e përveshëm kur byen pyetje pozicionimi politik, për shkak se është një parti e cila e ka një drejtim dhe ka një lider i cili është absolut me vendimet e tija supreme dhe të tjerët janë të renditur në listë. Këtu mund të ashtosh veçëm edhe një emën të dytë, që kemi një Albin Kurti, lojmë një 35 vena zbraz, në 40, vazhdojmë Glauko Njufca, edhe një 10 tjera zbraz, të tjera të plotësuar për shkak të matematikës dhe të formulës të procesit zgjedhor. Sikur të ishin dole një subjekt tjetër politik, këta emra do të shishëm me ka 300, 400, 500, për ashto 2-3 emrat veçantë që mund të kene aktivitete. Për shembull, Bilbil Sukoli me këtë aktivitet akademik dhe punë sportive tjera mbetet jashtë, e tha profesori Farushi. Për shembull, ki plot emrat e tjerë, për shembull Agon Dobrona, që është kryetar, Agon Batusha, kryetari i degës vetëvendosjes në Gjakov. Ka emrat të cilët do duhet të ishin, por që për shkak të ndikimit të madh që ka kryesia qendrore e partisë edhe ka orientu votat. Nuk shënë ndryshim, nuk ka shumë rëndësi si ke Hoxha, si ke Abdullah Klinoki, si Rezeta Hajdari, por një më ka duke interesant që elektorati i vetëvendosjes këtë rast, ata grindavecet, nëse mund të them politik, të cilët gjatë këtë kohës kanë qenë të atakuar, kanë qenë pjesë e sulmit janë largu, apo, me thënë më mirë, Zoti Kurti ka desh që ti pastroj disa emra të cilët kanë shkaktuar problem gjatë legislaturës së 10. Taktik e duhur? Ata një lëvizje duhur në ana e Kurtit? Unë mendoj që mirë ka bo, sepse nuk i bëjnë nërë, supozoj, ministra të cilët i ka me akt akuzë që t'jenë të renditur mirë nga partia, pastaj nëse dojmë i e pozicion politik, mund t'i e pozicion politik, por nuk i ka rështu ashtu si duhet, dhe kanë betur jashtë, ata të cilë shumë për të cilëve kanë qenë shumë aktiv në studio televizive, kanë qenë shumë zhurmus. Ma afër me qytetarin. Edhe shumë zhurmus, prave Albin Kurtit nuk janë zgjedhur kësaj rasti. Nuk e di, kjo është interesant, zakonisht kur një parti politiki i dërgon në studio televizive, eksponente vet i dërgon për me marrë vota, në këtë rast shifet që nuk ka pasur përfamim të mirë me votat e tyre. Vetëvendosja ka këtë sistem. Ka fitu i pari dhe i pari ka siguru numrat e mjaftueshëm, të tjerët pastaj janë pjesë orientimit pse janë me Albin Kurti, sepse shifet edhe këtu janë mbi 300.000 mos gabofsha votat të cilat i ka marrë Zoti Kurti, nuk e di sa ke numris i votave që ka marrë Zoti Kurti. Po, mas tepërmi ka vota në raport me... Po, pikërisht janë 307.000 307.000 deri tash, po ashtu është mund të shkon mbi 310.000 vota që i merë numrimin total, kështu që kjo të regon një besnikri të elektoratit ndaj liderit e partisë, që është e kundërta me partit të tjera, e para, dhe e dyta që mendoj, është shumë e rëndësishme është se lëvizja vetëvendosje ka performuar mirë edhe në nivelin qendror, edhe në nivelin lokal. Aty ku ka kryetar të komunave, të partive, të lëvizjes vetëvendosje ka fitu bëndshëm. Përfshim Mitrovicën, Fushkosovën, edhe ku ka Kamenicën. Ndërsa, opozita... kishim pak më parë dhe një kronik, opozita, PDK-ja dhe LDK-ja, për deri dikun, edhe Aleonca, nuk ka parrin që të harmonizoj nivelin qendror me nivelin lokal. Nuk e di pse a qytetarët nuk po i besojnë struktura dhe qytetarët aktiv. Mos thomë simpatizantë i votojnë. Mbase në nivelin lokal mund të jenë të lidhur me kryetarin dhe jo domosdoshmë me partinë. Jo, nëse i merret edhe asamblet komunale. Dhe në asamblet komunale PDK-ja supozoj ka performuar jashtëzakonisht mirë në Ferizaj dhe në
në Prizren, bje fjalla. Ka pas edhe në nivel lokal, si asamble komunale, edhe si kandidat për kryetar të komunës. Po këtu është një problem, që struktura partive në nivel të degve, unë mendoj që nuk i beson menaxhmentit të partisë. Kjo është leximi më real që unë e shoh. Nuk i beson menaxhmentit të partisë. Sepse edhe vetë kryetari i partisë, të dy partive, dolën me një farë mburrje si me fitu. Unë nuk e di kur fitojnë, në zëti me matematika e pak mesh, kur fitojnë, kur duhet me fitu, kur hupi i parë dhe s'fitojnë i dytë dhe i tretë. Nuk di kur, çka duhet me prit, vërtet është ose janë të humbur mrena vetë vetës, ose nuk e kap logjika politike dhe statistikore, thotë që kur humbi i parë, fiton i dytë dhe i treti. Këtë rast, humbi i parë, numër 6 zakonshëm të vota, paralelisht humba dhe i dytë dhe i treti. Pra gjithë janë humës një farforma? Në këtë rast, vetë bja parti që ka kallëzu një seriozitet në numërin e votav, është Aleanca që ka rritë për një deputet, por edhe me numër total të votav, dhe LDK-ja qëtë bashkimin që ka bo me Vjosën ka rritë që të shtoj edhe 4 deputet nëse jesin kaq. Ju, si e sheni rezultatin e përgjithshëm të partive politike, pra gjitha partit përfshirë edhe lëvizjen vendosje, dhe pse ka dale para, i bie të ketë humbur vota nëse krahasohet me zgjedhjet e 28 dhjetorit. Dhe çka është shkaku kryesor që ka penalizuar, i ka ndëshkuar gjitha partit politike? Shkaku kryesor që njerëzit kanë dashur me dhënë mesazh secilit që as nuk e duan opozitën pushtet, as nuk e duan Albin Kurtin me pas pushtetin i vetëm, dhe që kjo është, mesazhi që është dhënë pe elektoratit. Po gjithsesi, unë insistoj që gjithmonë njerëzit duhet me dalë me votu, pa marrë parasysh se përshjet që ka pas një abstenim të madhë, të votave. Do të me pas parasysh që në Kosova i ka, do më thonë, dikun 3 milione e kusur shtetas të vetë, që kanë shtetësinë e Kosovës, do më thonë, përshjet që jetojnë në vend dhe në diasporë. Gati më shumë ka që jetojnë në diasporë se sa që jetojnë në Kosovë, me 2 milion zgjedhës, do më thonë, 1 milion tjerë janë që në moshën 18 vjeçare. Prapë se prapë, edhe numëri i këtyre që janë tu në Kosovë, ka një numër i madhë i njerëzve të cilët nuk dalin me votu. Nuk e shohin, do më thonë, të arsyeshme se nuk parapëlqejnë ndonjë parti. Po njeri nuk duhet me dalë veç, me thonë, për votoj kur e pëlqen një parti. Po duhet me dalë me ashtru vetit për detyrë me dalë gjithçysh me votu, si akt patriotik, e pastaj, do më thonë, me votu për partinë e cila i duket më spaku problematike. Nëse si pëlqen asnjona, qaja që nervozon më spakti, për që ato me votu. Megjithatë, Spahiu, çka besoni se një farforme po ndikon në mos rritjen edhe të partive ish opozitare? Sepse parafërsisht janë ulësit e njëjta, rezultatet e njëjta edhe tek opozita, madje u diskutua shumë edhe rritja jo shumë e madhe tek LDK-ja, pavarësisht rikthimit të ish presidentes Osmani. E keni pritur që do e kishte në rritje të tillë fare të lehtë? Po, e kam pritur që të ketë rritje, megjithëse në numrin total të votave LDK nuk u rrit. Po është përqindje. E numri total në base asnjëherë nuk është rritur për shkak të marrjes më tolt. Po. Natyrisht, sikur Vjosa Osmanit mos dilte në për debate, si më smerten fushat dhe talente vetëm me atë aurolen e takimit me Trumpin edhe me ato që Albin Kurti u mënue me hedhë fajnë opozitës, se ata spedojnë Vjosën dhe jo se ai nuk e donë të Vjosën për presidente, ai bënë një gabim fatal, Albin Kurti dhe ngriti Vjosën shumë lartë me këtë. Dhe Vjosa sikur mos dilte në për fushata, sikur mos japte intervista, sigurisht që ndoshta rezultati LDK kish me marrë 2 fish në këtyre votave që ka marrë ndoshta edhe 3 fishin. Por pra deklaratat e Osmanit, cilat i tha gjatë fushatës, e dëmtuan, nuk e lejuan të rritet. Atë dhe LDK-n
dhe jam mundësu në Albin Kurtit që të ketë prap një përqindje të lartë. Duhet me e kuptu që këto votat që janë për vetëvendosjen, shumica e tyre nuk është vot që njerëzit duan patjetër me votu vetëvendosjen. Shumica janë vot kundër PDK-s e LDK-s, aleancës. Dhe më thonë, a i den me votu për Albin Kurtin, sepse shet keqen më të vogël, se sa... Trahas liderëve të partive tjera, thone. Se sa një tjera parti. Pra ndaj edhe unë besoj që kjo, nëse do të kishte, ata nëse do të kishin një alternativë, do më thonë që kjo 30% besoj që vetëvendosja do të fiton të 14-15%, jo më shumë se kaq. Të gjithë pra kjo një 30% që njerëzve janë votë për Albin Kurtin nga se janë kundër partive në ty në partive tjera. Regjia, lutëm të shkojmë tek Partia Demokratike e Kosovës, kandidatët pra që kanë arritur të zgjidhen si deputet. Në PDK janë disa emra Trin, përparim Gruda, Arjan Tahiri, në kuptimin pra Trin në mandatet e në kuvend. Ndonë se ka pas mbi 60% listën me emra Tri, asë nuk ka rritë për ashtorës të Mustafen, që rikëthy si deputet. Po, është i zgjedhur, është i 19 në radhë. Nuk pujtet që të rrezikohet. Emra të rritë të cilët për shembull shko pak më poshtë ki Adriatik Berisha që është... Hajdar Beqa, Gjavit Haliti, Rashid Qalaj, Najt Hasani. Emra të rritë që janë për herë të parë në garë, ka Kaltrina Lohaj, ka pas plot emra Lorek Mazhuni të cilët janë të rritë, por nuk kanë arritë që ose profesori Faruk Bojaziu, nuk kanë arritë që të siguroj numrin e nevojshëm të vota. Kjo është si pasoj e kuas në shtatë shkurt prej zgjedhjeve dhëtorit deri tash dhe nuk kanë arritë me përformu për shkak se edhe Partia Demokratike e Kosovës është në situatat parafërsisht të njëjta në një farë përgjumje totale politike, ndoshta si pasoj e mos organizimit të zgjedhjeve të brendshme. Ka kaluar mbi 7 vite, 8 vite që nuk ka zgjedhje të brendshme në parti, ka kryetarë të cilët lëvizin me vendim të Këshillit të Përgjithshëm të konventes së partisë, por që nuk kanë kriju zgjedhje në për deg dhe në ndeg dhe kështu janë kriju një farë situatë që në nivelet lokale kandidatë të veçantë të Partisë Demokratike janë shumë të fuqishëm, por që kur përvjen pyetja të nivelit qendror nuk po arrin që të bartin ato vota ose strukturën organizative të partisë. Në fatë, kur jemi tek Arjan Tahiri, mbase një numër të madh votave edhe herën e kaluar edhe kësaj radhe e mori edhe për shkak të performancës në garën lokale në Mitrovic. Shko, Arjan Tahiri është një djalë i ri që po performon mirë, po del mirë, por problemi është se Arjan Tahiri ka marrë këtë numër të votave për shkak të mbështetjes së komplet partisë, për shkak të betejës së humbur në Mitrovic. Por, nisado nuk e kam të qartë, si është e mundur që kandidati për kryeministër nga PDK-ja të jetë nga Mitrovica, kandidati për president nga LDK-ja të jetë nga Mitrovica dhe të humbin votat. Nuk kjo është, për mu është, spedia është, a du të me ndodhë kështu ajo, për shkak se shka jashtë zakonisht e pa kuptim. 2 njerëz kryesor të opozitës vinë nga qytet dhe aty humbin me 60%. Po, ishtë njëzë të këshyrën, thëtë, jo se ka qenë presidente, që ka bo për Mitrovicën? Nuk ka qenë kryetar komune. Po edhe një të gjallë për Bedriun, dhe më thonë, po, kështë që ata njëzit, dhe më thonë, nisën nga këto, po më dhej, nga kjo pikshikim, se që ka bo, si presidente vendet, ka taku shumë president, ka mujtë me pru një donacion, një tjetër. Dhe më thonë, Mitrovica është qyteti më i varfër në Kosovë. Nëse nuk e dini, në Prizren, në mbështetje sociale, në asistencë sociale, është gjdo e 70 familje. Dhe më thonë, gjdo e 70. 69 janë kom të vetër, 70 familje është, dhe më thonë, merë asistencë sociale për Ministrisë Mirëqenjes Sociale. Kurse në Mitrovic, që e mërmenja, sa ta familje, gjdo e sa ta familje në asistencë sociale. është gjdo e 7. Që fukarallakët, dhe më thonë, është 10 herë më i malë se në Prizren.
Edhe tash njerëzit, domethënë, tu ka pas shumë arsye që presidentja, për shembull, që ka orë nga ky qytet, ka ditë hallin, ka mund, domethënë, me gjitha ta njerëz që ka taku, president, kryeministra, tjera, me pru një donacion në atje, një tjetër, pa aja ka këshyrë veç vetën. A veç karierën e sajna, edhe në fund kjo doli hapun që është veç... Po, mire, dhja ju lutem tek LDK-ja vetjake edhe prandaj njerëzit nuk kanë votu. Janë mbi 90.000 vota profesor tek Vjosa Osmani, derisa tek Kurti ishin rreth 300.000 deri në numrimin pra të tanishëm. Po. Kështu që... Qa të regon profesor kjo diferencë mas Osmanit edhe Kurtit nga numri votave që kanë arritur të fitojnë? Preferencën e qytetarëve. Realisht unë kumë pritë që Lëmiri të ketë ma tepër vota. Ose do duhet të ketë ma tepër vota, por asë se ka qenë numër 2. Po Lëmiri vetën e ka qitë, do më thonë e ka shkel vetën këtë rast, edhe natyrshëm që njerëzit ata që kanë votu për Lëmirin, ma përpara kanë votu për Vjosën. Jo shumë e madhe, besoni apo jo, mes Abdigjikut edhe Osmanit. Ajo, do më thonë, shiko, Vjosa Osmanit si ka morë rreth 50.000 votat të LDK-s. Do më thonë, janë 50.000 vetë që kanë votu për LDK-n, por nuk kanë votu për Vjosën. Janë rreth 60.000 vetë që kanë votu për... Jo, 40.000 vetë, në fakt. 40.000 vetë, ndërsa për Lëmirin rreth 50.000 vetë që kanë votu për LDK-n, për jo për ta. Këtu një shaj e mirë të... Unë e thash, kërkoj djesë, përmenda me qëllë Mitrovicën, sepse kemi 2 raste, kur harmonizohet nivelli lokal me qendrorin, edhe të opozita funksionan. E kemi rastin e Istogut, që për herë të parë pas një kohë gjatë që ka lënë LDK, dhe kemi rastin e Malishevis, që për herë të parë ka lënë LDK pas 15 vite me një angazhim të Fatmirit në Istog me angazhimin e Ilir Feratit. Pra, është interesant këto 2 situata, për shkak se gjendja në të cilën janë partit duhet thjesht të rikthehen në bazë dhe të japin besimin qytetarëve a strukturave të veta në bazë dhe jo strukturave të veta cilat i kanë jashtë. Profesor, për ju ndërpras, pikërisht me që diskutuam pra pjesën e Mitrovicës, në Mitrovicë Vjosa Osmani ka arritur të marrë 1979 vota. Dhe më thonë 2.000 votat për rafërsesh. Nga 30.000 votat të Mitrovicës, i ka marrë, dhe më thonë, veç... Lutem të shkojmë edhe tek LDK-ja? Po, veç dhe isha me thonë, shikoni... Tek vetë vendosje, Belgjia për të pareve votat e... Jo, vetëm një diçka. Janë 16.000 nga Mitrovica e Jugut për Albin Kurtin. Po, shikoni, dhe më thonë, diferenca, dhe më thonë, se ka marrë Abdullah Hoti vota, dhe më thonë, kjo përshijet paka shumë që ata që kanë votu Abdullah Hotin nuk e kanë votu... Janë 921 vota, për Abdullah Hotin në Mitrovicën. Në tërsi, mendova, jo vesh Mitrovicë. Por ata që kanë votu Abdullah Hotin nuk e kanë votu Vjosa Osmanin, sepse shikoni përputhjen e votave. 28.000 vota. 28.000, paka shumë, ka një numër aty. Këtu i ka kallëzuar elektorati kryesisë qendrore, sikur që në PDK i ka kallëzuar, kryesisë qendrore që si duhet renditet lista. Dhe cilët janë figurat me pesh. Këtu ka vendos Dorësen, Hikmetin dhe Abdullahin, i ka vendos si pesh e realisht e fuqisë Pranë pesëshja e parë, po. Po, se për shumë që edhe u Krugova, u rëndit... U ka shkën për tjera arsye. U ka boni fushat tjerë zakonshme. Ka pasi fushat tjerë zakonshme, për pas emri që ka. Falendru Grustina, që ka po fushat një blogere shumë interesante dhe ka pas një fushat, së në mos të shtresat e reja, ka arrit që... Fokusuar në rrjetet sociale. Në rrjetet sociale ka arrit që profesionalizmi i Blerines, mos ka bufsha. Blerta. Jo, nuk është Blerina. Blerta, gruja tina... Duke si Blerta, pa të sedi, se arro. Ka po një fushat tjerë zakonshme në përkretu rjetet me TikTok, me televizione, me kyqje, me kretet dhe u konë, vërtet u konë e mirë u konë. Të pjesa, për shambull, që kujtim Shala, Anton Quni, Lutfi Aziri, Armend Zemej, strukturat nuk ka këtu, ka arrit Janina prap të pozicionuat mirë, edhe ka arrit që Ermali që të kaloj për shkak të situata që vërtet është një për ndërmarrësve të ri që është me perspektivë për Kosovën. Pas ta e ki generalin
Hadër Gjonaj, që po ashtu më dhe që është nërë për Parlamentin e Kosovës tjetë pjesë e kësaj strukture, por shka më rëndësi, zotëri Spahiu, është se kandidatët të cilët kanë shku bashkë me Vjosin, ato që kemi thonë vazhdimisht në qito studio televizive, nuk janë mbështet nga vetë, apo po shife që nuk janë mbështet nga elektorati i BDK-s. Përveç elektorati pas vetë nga Zonja Osmoni, se ka mujtë me boni I fërshat për ta. Për ashtarë Bena Rashida i qashtë dhe jetë statovë që tash nëse mund të mbaj mandatin, tjerë duke në rritë. Se bje tjetë e funda. Unë këmë pritë jashtë zakonisht shumë që doktor Regja Avdylit jetë pjesë e parlamentit, sepse ka qenë njëri ma besnik që ka najtë Vjosa Osmonit. Pra është shumë interesant të kjo strukturë. Shkojmë Regja i lutem të Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kryesisht në fund të komentimit listave, dhe Spahiu pra prin Ardian Gjini, pasuar nga Ramush Haradinaj, Daut Haradinaj, Besnik Tahiri, është edhe time Kadriaj, Albana Bytyqi, Teuta Haxhiut, cilat pra së fund më janë të zgjedhura në bazë të kotës gjinore. Po, këtu për mu, për më ka ndodhë befasia, sepse nuk e kam pritur që Ardiani do tjetë më i votuar se Ramushi. Pavarësisht se kishte numrin një në listë. Numrin një, më thonë, kjo Ardiani meriton tjetë i votuar natyresht, por thjesht vlerësimi im ka qenë që Ramushi me gjitha do të marrë mas shumë të vota aty, por kjo nuk ka ndodhur. Për që njës të pritshëm ta kanë fituar ta, në më thonë beka për herë të parë, pas kam betë jashtë listës, për shkak të kotës gjinore. Kotës gjinore dhe për shkak mirë po ai të shkur tërheqet Ardianit, se Ardianit sigurisht tërheqet për shkak Edhe Daut Haradinaj, po, pas e i bje të lëshot hapësira dhe për dy emrat të tjerë. Po beka dhe burimi, do më thonë, po fut kanë, po vjen keq që Agim Qeku, do më thonë, sa herë ka qenë ofër, por nuk parin me... Qa është interesant, nuk di që ka duhet me ofru këti populli, pa desh mi bole zhe kërkuj, që do të mi ofru këti populli ma tepër sa që ka ofru Agim Qeku, supozaj. Pre ashtu, heq familjen Ardina, dijet për kontributin e luftën, po Agim Qeku, me pas në listë Agim Qekun. Dhe mos më votu Agim Qeku, pra është të shka që nuk e din kemi nevoj për trajtime sociologike të problemit. Me gjitha to, unë besoj që këtu Agimi ka pas mundësi që të ketë një performancë më të mirë, nuk ka arrit, hisma pak i vlefshëm dhe edhe kombëtarisht, edhe profesionalisht është Arë Bertolaj, nëz nuk dija... Një dhe Arë. Edhe është ortoped, një për ortoped, edhe mjek i luftës. Pra, është interesant listë, unë mendoj që listën e ka pas shumë më të mirë, aleonca se shumë për forcat e mëdha politike. Por që, s'po di si ka rjedh, por unë mendoj që është qetësi, është siguri dhe rahati për familjet tona kur në Parlamentin e Kosovës është Ramush Haradinaj, kur në Parlamentin e Kosovës është Agim Qeku, kur aty është njerëz të cilët e njohin dhe e kanë me plot shpirt, po ashtu pat edhe e përmenda jo rastisht Fadilin, Hadër Gjonajn, ka të figurat të PDK, ku është Rostem Mustafa, pra sa ma tepër njerëz të cilët kanë një kontribut dhe realisht populli i shpërblen për kontributin e tyre. E qartë. Spahiu, duhet të ndalim tani tek një pjesë e deklaratës të cilën gjatë ditës e tha Kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili shtoi se për të ecur përpara duhet të përfundoj qasja bllokuese e opozitës. Fillimisht, si po e shihni këtë qasje, këtë lloj deklarate të Kurtit kundrejt opozitës, dhe besoni që deklarata të tilla mbase mund ta thellojnë në farforme hendekun e bashkëpunimit më vonë? Po, ai po përpiqet me shtu pazarin, më thonë, në ata manualet e negocimit, ai po vepron si pasoj, por mendimi im është që shumë më mirë është ai me shku me ofertën e fundit, që në fillim edhe aty me mbet, mësë me pas ku mund zerë opozita dhe mësë mund cacit, me thonë jo po marrim, jo s'po marrim, jo propozojmë, jo s'po propozojmë, ato që thash në fillim, më japë mundësin dhe LDK-s dhe PDK-s me propozu nga dy kandidat edhe më ju thonë hapën, unë do ta
votoj që ato cilë mu pëlqet ma shumë. Nëse LDK-ja dënë me pas presidentin, le ta propozoj një që është sa ma i pranueshëm për mu. Nëse PDK-ja dënë me pas Megjithëse LDK-ja që është në fillim të zgjedhjeve, bëri të ditur se do shkojt me emrin e Vjosa Osmanit. Po, vetëm se, shiko, për mu zgjedh, domethënë duhen 2 kandidat me qenë. Edhe, kur nëse LDK-ja së pranon me dhonë kandidatën e dytë, atëhere kandidatën e dytë e qëtë vetëvendosja, edhe fiton ai kandidati vetëvendosja. Që LDK do të detërohet me qitë 2 kandidat për me fitu njëri pe tyne. Edhe nëse... Por besoni se do ishte e pranueshme Osmani dhe po që se LDK-ja do shkoj me 2 kandidat? Unë besoj që nëse qëtë LDK-ja Vjosën edhe këtë do tjetër, dhe nëse Albini nuk ka në variant më të përshtatshme me PDK-n, atëherë zgjedh që ato tjetër në jo Vjosën. Tash varet, për shembull, kanë mundet me ja propozue PDK-ja. Që ai për shembull njëherë delni thot publikisht që ka 2 kandidat, i këshyrë, nëse i konvenon kandidatit që e preferon për shtynë e 4-ve është mesin e PDK-s, ja jep në nshkrimet PDK-s për të 2 kandidatet, nëse është mesin e LDK-s, ja jep LDK-s. Po me votue, tani e voton që ato që ai donë. Kjo e mundëson numri votave që ka. Tash, edhe partitë opozitare, ma shumë se kaq nuk kanë çka lypin. Ai mundet me thonë për ja jep edhe gjysmën e qeverisë. Po me qenë se i ka numra tash, ai mas të zgjedh presidentin, mundet me thonë, po me ja shkarku krejt ministrat, edhe presidentin s'mundet me ja hjek, votë besim qeverisë nuk mundet me bo, edhe kështu që kjo nuk ka nej kur farë kuptimi, maksimum, në këto kushte, maksimum që mundet me marë opozita, është me marë presidentin. Dhe ato janë në garë LDK-ja dhe PDK-ja. Dhe, po, Nimani, besoni se kjo është skenari më i mirë ose më i mundshme? Unë mendoj se tash ka fillon kjo postin e presidentit. Tash fillon kjo ngucakesja e Albinit, ka stilin ashtu të komunikimit, por unë mendoj që partitë opozitare duhet të kenë qartë që nuk mund të arrijnë marrëveshje individuale dhe me qëllim e këtyre manipulimeve mediatike dhe opinionit publik, unë do të propozoja që partitë opozitare të shkojnë së bashku në takim me fituesin e zgjedhjeve dhe së bashku të vendosin për emrin nëse është pyetje e emri i presidentit. Por në rast se zoti Kurti fillon me zgjedh qeverinë dhe trupat e saj pa marrëveshje politike, unë prapë shoh fillimin e tetorit. Po çfarë kuptimi ka, çfarë kuptimi ka nëse Kurti ja jap për shembull gjysmën e qeverisë? Ja dha në fund kur është momenti i fundit, por nuk pranon. Po edhe nëse, prapë, kur i ka numrat, ai mundet me shkarku dhe me... Pse e thëmë këto, e thëmë sepse Kosovës... Po kjo nuk ka kuptim. Jo, nëse është Albini pak dhe ka marrë një shumicën e votat qytetarëve të Kosovës, pse po thëmë? Sepse ne kemi një situatë shumë të favorshme, ose të favorshme, se mund të ndodhë... Unë në vend Albini, që kësha bo që shtu Albini, so ma i nërë shumë sone. Në situatën, me rastin e aktgjykimit të gjykatat speciale, unë më dhe që duhet Kosovës një qeveri e fort, një qeveri e madhe, me numrat mëdhaj, dhe që t'i përballoj qoftë rezultatet pozitive apo diçka tjetër, por që unë besoj që do t'i duhet Kosovës një qeverisje e fort, e cila do t'a përbente qoftë LDK-ja, qoftë PDK-ja, do t'a krijonte stabilitetin edhe në qeveri, edhe... Ka profesor, ju jeni për atë variantin që qysh në fillim të arrijet një koalicion? Në rrasë se nuk, unë e mendimi jam, në rrasë se nuk arrijet një koalicion paraprakisht, unë e shoh zgjedhjen në tetor. Po çfarë koalicioni, ja, hajde që përshket publikut, po e bëjmë këtu, më thonë, lojën, unë jam Albin Kurti, ti je njëri për liderëve të opozitës, ose për përfaqëson 3 liderë të opozitës. Edhe të shkojnë publiku çka mundet, cilat janë, çka thjesht qa po kërkon? Shkata, marrëveshjet politike. Hajde, çfarë marrëveshje po kërkon? Mund të jetë pjesë përbërëse e qeverisë. Qka konkretisht, qka mund po du këto, po nëmën të opozitë. Unë e që shësha, 3 pozicione janë, dhe këtu në këtë lojë pozicioni kryesor ka me qenë kryetari i kuvendit, a që ka me bo zgjedhjen e këtij ngërsh. Kryetari i kuvendit me kushtetuti takon... I takon VV-s, po VV mund t'ja jep LDK-s ose PDK-s. Mirë. Hapet mundësia... Mëse me t'adhon kryetari i kuvendit? Me zgjedhë presidentin, a do me bo qeverinë? Do me thonë, po, ta jepi nëse presidenti është i jami,
I vetë vendosës, unë të jepi Pra daj thash, këtu e në lojë tre figurat. Dhe është komplet qeveria. Do më thonë, po pranon me marë kryetarin e kuvendit edhe vetë vendosëm pas edhe kryeministrin dhe presidentin. Unë mendoj që Liga Demokratike e Kosovës do ta ketë shumë më lehtë marrëveshjen me këtë pozicion se sa Partia Demokratike e Kosovës. Me bëtë të kërë mazër me unë, shiko... Në këmbim të postit të presidentit apo dhe të kryetarit kuvendit? Vetëm në këmbim të këtij posti. Nësi ki gjarat e një numra, cili partnerët beson ti që e qënë të në fund mandatin? Kur i dina avanturat të zëtë... E kam 61 vota, qeveria është e jamja, s'ki qa me ati. Hajde, s'pomi me zjedhë presidentin, hajde negocojmë për presidentin. Qa po danë? A për danë presidentin? Kryeministrin. Jo, kryeministrin s'ta japë. Shka në zjedhë e prapë. Aha, kryeministrin, hajde ta japi kryeministrin, lema presidentin të japë. Presidentin ose kryetarin e kuvendit. Jo, po që ta japi kryeministrin, të zjedhë njëherë presidentin, tani unë thjesht qeverisë tonë i shpalli vëtë besim, se i kam numrat, edhe ta marrë edhe qeverinë edhe presidentin edhe kryetarin e parlamentit. Të në parashikimit që... Jo parashikimit, po kur negocion, duhet me negocion për bazën asojnë e qëfar mundesh me pas dhe që shiki situatën. Me negocion për të qka, për shumë me donë, po do me donë ministri. Ti jap, ti hjek, apet, ti merë. Se këtu problematikën është zjedhe presidentin. Edhe ato që mundet më shumë të që mundet me kërku opozita, është me kërku presidentin. Po edhe mu marrë vesh opozita, të trija partit me thonë, po dojmë na me pas presidentin, po, okej, propozarin 2 kandidat. Edhe ja opozita merët vesh me propozu Ramushin, edhe Vjosën për shamo. Në këtë rast e kish vu Albinin në pozitën ma të shtirë të mundshme, sepse i shdoft njënin për tyne me votu. Pra ndaj thash, unë nashta e kish zjedhë Ramushin. Po opozita... Arrin këtë unifikim? Po, sepse... Opozita nuk është që e bashkume, edhe nuk vjen, nuk mundet me orë me 2 emra. Ata mundet me orë me 4 emra. Du me konë si qërtë me qytetarët e Kosovës. Ndaj në shku zjedhje, për teke personalet Vjosa Osmanit e Albin Kurtit. Për teke personale. Jo, për teke po jemi shumë zjedhë për shkak se Albini ka dosht ma shumë, s'ka dosht me adhonë presidentin e opozitës, dhe në momentin e fundit, ta opozita kanë thonë, hajtë se ta shekim Vjosën e fitoj ma shumë, edhe ajo s'ka funksionue. E tash... Unë e shka pres që mu këfil partit opozitore në kuptimin elektoral, për të kjo do t'i bënd të jashtëzakonisht një këthes jashtëzakonshme akgjikimi lirus për krerët e saj në Hag, LDK-ja tash me Vjosën me siguri do të reorganizohet, AK-ja e ka menazmentin e ri të partizë për shifit që po performon mirë, dhe kështu që të presin kur vjen mundësia për zgjedhje tjera. Qka, pyetja më është, qka po doni? A po doni presidentin me marë? Nuk në... S'pedan. Nuk mëjmë i këta 3 partnerët halë. Dhe më thonë, nëse... A përshet që topi për mbetet opozita, nëse opozita me ndonë me logikën tonë. Nësë po thëmë që asene, po më dojë, po... Unë e kisha doshë që opozita me pas një zonë këtë rast. Edhe për jep shkas Albinit që me thonë opozita po blokon. Për shamu, që të të që interes? Por profesor, Spajo, a besoni se edhe vetëvendosje do mund të pranonte për president dikë që vjen nga ndonjëra nga partitë opozitare? Jo vetëm si propozim, por edhe si pjesë aktive në partije politike. Do duhet të pranoj. Nashta Albin nuk menon kështu si unë. Po mendoj, nashta menon halothet tutën të opozita dhe jo marrë dhe presidentin e kryetarin e parlamentit edhe qeverinë, jo marrë tana. Ku s'ka mujtë me marrë me 51%, tash me 46%, tash menon jo marrë prapë. Unë po flasë për ato që është maj logikshme, maj pranushme, që është duf me kone maj pranushme, që është duf me kone ma kompromis, i mund shumë ma real, me realja kishme qenë kjo, që opozita me propozue 4 kandidat, ose minimumin nëse bohen bashkë me propozu 2 kandidat që mi angushtu rrethin Albin Kurtit, se nëse
i angushtojnë 2 kandidata, ai do të njonin me zgjedh. A nëse i propozojnë 2 LDK-ja të vetën, 2 PDK-ja të vetën, atëra i ka 4 opcione, njonin e zgjedh ato që i konvenon më shumë. Nëse nuk ka marrëveshje politike. Po që për bojmë marrëveshjen politike? Apo lym marrëveshjen politike? Nëse nuk ka marrëveshje, pa mund është të me folem me në zotit Kurtje? Jo, që po flasim për firë për me sëru situatën. Opinioni e të fjorë. Unë më lanë, nështë ta i menon krejt disha tjetër. Nëse nuk ka marrëveshje politike, unë Unë po të regoj që kisha bo unë me qenë Ventina. Unë të kisha thonë, unë Bedri Homza propozoj qa po danë. Apo i danë qeverinë e kun fitu, se i kam 61 vota, kryetar parlamentit të takon mu. Apo danë me pas presidentin. Po ju, ti fal. Po, a pedan as pedan? Po, pedan. Propozoj 2 kandidat. Hashim Thoshin. Hashim Thoshin e din që s'munësh me propozu. Pse s'munësh me propozu? Po se s'është tu. Ja, s'është mos dashme me konë fizikisht tu. Jo, nuk ka asni... Jo, ka. Nëse ngull, kom do më thonë ti s'podan. Shko, unë jam shumë i bindun që arritja marrëveshje. Qa po do me thonë? Vetëm me emnat përveshëm. Hashim Thosi, Ramush Haradini mund t'jenë figura, vjos Osmani, 3 t'jenë. Figurat e cilat mund të qëtë... Nëse propozon Hashim Thoshin, veç e aranon situatën para argjykimit. Njeri do të më animu, jo më aranu situatën. Mbetet shihet se si do me përnë partitë politike, s'pa ju lutëm shkurtimisht për shkak të hapësirës, shkurtimisht ta përfundoni. Thjesht i dush 2 kandidatun ta zgjedhë njënën, cilin që ato që unë mund... Hashim Thosi, Ramush Haradini. Okej. E ves të LDK-s, Lëmirin, kam për propozanti, Vjosën, për shamë dhe Lutfi Azirin. Edhe tash unë i kam 4 kandidat, njënën për që atyne e votoj. Cili të përmenon ma shumë. Me konsion e ti, parasysera, debat kundërshtar me konsion e ti, këshim zidhe për presidentës, këshim shku në zidhe që 3 herë. Po s'pëdojnë ata, sa ta pëjdojnë për shumë një të veta. Na po diskutojmë një situatë për publikun, për me po qka është ma reale, ma logikshme, edhe me po të shkurdonin ata me propozime, me fjallë shohin kush është qaj që pe ngjetë situatën. E qartë. S'pa ju të falenderoj shumë që shë pjesë emisionit të tare. Çdo të mirë. Nimani, faleminderit po ashtu. Faleminderit për mundësinë. Vazhdojmë tutje të ndëruar